Do vazhdoni të bashkëpunoni me ta? Po bashkëpunoni me ta, jeni dhe ju si këta. Se unë jam mësuar që ti them gjërat ashtu si që mendoj. Po që se nuk vazhdoni me këta, atëre i tregoni vendin dhe bëjni hapini rrugët popullit shqiptar që të votojë lirë dhe të ndërtojë Shqipërinë. Po si mund t'ja tregoj vendin Edi Ramës Amerika në këtë rast? E ka në dorë dhe unë se kuptoj pse zgjat. Edi Rama është i dënuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edi Rama është një super kriminal që ka korruptuar dhe ka bashkëpunuar me McGonigallin, i cili është dënuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe Edi Rama është rrezik dhe për Amerikën me ato miliarda që ka. Këtë e di mirë Amerikanë. Prandaj po më bën përshtypje heshtja e tyre. Qëndrimi i tyre sikur s'ka ndodhur gjë fare në Shqipëri. Shqipëria po zgjenur e njerëz. Shqipëria është boshatisur. Në Shqipëri s'kan mbetur më krah pune. Nuk kanë mbetur më profesionist. Nuk kanë mbetur njeri. Kanë mbetur vetëm pleq, të cilët në këtë vap të tmeshme që filloi, gjysmën do reduktohen. Në këtë rast, ju si e shikoni rolin e Shtetet Bashkuara të Amerikës? Cilat janë ato hapa që duhet ndërmarrë konkretisht kundrejt Edi Ramës dhe qeverisë së tij, duke qenë se nuk ka folur literalisht për zgjedhjet e 11 majit në kuptimin që t'i adresohet konkretisht Edi Ramës? Pra e thash, është një qëndrim tërësisht oportun. Ose nuk kanë kohë dhe kanë halle të tjera të mëdha në brenda vendit të tyre, sepse shikojmë që kanë filluar meksikanët e Kalifornisë të ngrihen dhe të kundërshtojnë politikën e presidentit Trump, dhe kuptohet që kjo nuk u i krijon lehtësira që të merren me neve, ose janë dakord me çka bër Edi Rama, gjë që nuk dua ta pranoj dhe nuk do ta besoj. Si e shikoni atë që po kërkon Sali Berisha kundrejt po themi qeverisë, e cila sipas tij ka manipuluar zgjedhjet e 11 majit, ndërsa ai e ka veshur veten pra me atë petkun, duke i quajtur se ai ka marrë mbi supe një mision epik për të zbardhur krimin zgjedhor, siç e quan ai, të 11 majit. Atë krimin zgjedhor të 11 majit ai zotëria e ka bërë në 26 maj të 96-s. Dhe nuk ka gojë të flasë Sali Berisha. Jo, nuk ja kanë... Ora ti Sali Berisha s'ti ka vjedhur njeri votat. Nuk votuam ne për ty, se nuk të dua më të shohim atje në krye. Se je bër si ajo leske palar. Kështu je bër. S'të beson më njeri, zotëri. Ti vetëm gënjen, ti vetëm mashtron. Ke vjedhur sa deshe, ke mashtruar sa deshe, ke bër krime sa deshe, dhe s'ke dhënë llogari. Dhe unë lidhur me këtë, prapë i drejtojmë ambasadës amerikane. Ambasada amerikane të detyroi SPAK-un, që është krijese e Amerikës, të detyroi dhe Byron Kombëtare të Hetimit dhe gjykatën kundër krimit dhe korrupsionit të arrestoi dhe të gjerë para bankës të akuzuarve Sali Berisha, se kemi miliona prova dhe fakte për ta gjykuar. Hapna një rrugë të shikojmë për çfarë do i gjykojmë Sali Berishën. Po me sa duket u ka shërbyer juve, se prapë do t'i them jashtë dhëmbëve ato që mendoj, dhe mendoj që shpreh mendimin e tërë shqiptarëve të ndershëm. Me sa duket Sali Berisha juve u ka shërbyer, u ka punë për ju se në që mënyrë dhe ku dhe si u ka shërbyer, por mbrojtja që bëni ju, heshtja juaj është heshtje vrastare për jetën dhe për lirinë dhe për demokracinë në Shqipëri. Nga ana tjetër, si e shikoni rolin e SPAK-ut kundrejt Sali Berishës, i cili së fundmi është padytur vetëm për shpifje dhe nuk ka një hapje të dosjeve konkrete për cilat ai ka mbi supe, pra ato barra të rënda që janë shoqëruar dhe me akuza politike, duke nisur që nga tragjedia e Gërdecit, 21 janari, apo firmat piramidale, siç e keni shprehur dhe ju më parë. SPAK-u, zotëri, ta dinë të tërë shqiptarët, është tërësisht në dorët e Edi Ramës. Dhe amerikanët s'kanë asnjë në dorë në SPAK, të mos gënjejnë veten. Deri tani Edi Rama u ka treguar bryllin amerikanëve me SPAK-un. SPAK-u, zotëri, nuk është e amerikanëve, nuk qenë ka e amerikanëve, jemi gënjyer. Ose të zbatojnë ligjin. Ne nuk kërkojmë të bëjmë mrekullira ata prokurorët e SPAK-ut dhe gjykata kombëtare, gjykata kundër krimit dhe korrupsionit. Ne kërkojmë që Sali Berisha të akuzohet për të gjitha ato krime që janë deklaruar në publik. Ne kërkojmë që Edi Rama të gjykohet,
të arrestohet dhe të gjykohet se kështu na u tha. Do bëjnë arrestime, kështu tha i misionari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, shqiptaru amerikani profesor Pëllum Pilinci. Tha që do bëjnë arrestime dhe do shkojnë në Burg të Tërës, bërë gati dhe burgojreqit e tjera. Ne këtë po presim. Dhe unë pak shpresa kam që mund të ndodhë. Sepse e di që Amerikanët një dorë që nuk e kapshojnë e puthi. Prandaj jam kaq i kategorik në këtë fjalë që them dhe në këtë mendim që kam, që Amerikanët duhet i dalin zot çështjeve në Shqipëri dhe popullit shqiptar. Ne jemi 97% pro-amerikan zotëri. Me këtë qëndrim që po mban Amerika, me këta kriminal, ne po na lëkund besimin shqip, troç fare. Ndaj zotëri amerikan, dilin i zot Shqipërisë, dilin i zot vendit, dilin i zot shqiptarëve, sepse shqiptarët i keni lënë deri tani në duar të kriminalëve. Të kriminalëve si Sali Berisha, Edi Rama, e të tërë ata banditët që kanë rreth vetes ata të dy. Si mendoni, a do ketë forcë SPAK-u që të godas këtë klasë politike për t'i dhënë fund të gjithë shkaje që kjo klasë politike ka kapur për gjatë 30 e ca viteve të sistemit demokratik, pra për të goditur pikërisht në aspektin ekonomik të kësaj kaste politike, por edhe për t'i nxjerrë jashtë nga tregu politik? Dgjoj, njerë të mos gënjejmë veten, demokracinë në Shqipëri nuk ka. Ne na kanë lënë të lirë, kanë lejuar dy gjëra, të flasim, të grim sallat dhe të ikim jashtë shtetit. Po demokraci s'ka, se demokracia fillon që tek minimumi jetik që bëhet për qytetarët. Demokracia fillon që tek unifikimi i çmimeve që të përballohen nga pagat dhe nga pensionet e qytetarëve shqiptarë. Ne kemi çmimet më të larta në Europë, duke qenë vendi më i varfër në Europë. Ky paradoks e din këta zotërit e ambasadës amerikane, prapë atyre po drejtohen. E dini këtë zotëri, e dini këtë paradoks ju, i shikoni çmimet, i shikoni të ardhurat e shqiptarëve, shkoni në listën në borderot e pensioneve, të shikoni me çfarë jetojnë pensionistë shqiptarë. Jo zotëri, ju po e mbani këtë klik gangsterësh dhe hajdutësh të pushtetit në Shqipëri. Ju zotërin të perëndimor, ju në radhë parë amerikanë dhe pastaj këta LGBT të Evropës që nuk i llogarisin fare këta, ne shpresë kemi të Amerika, se po tjetë për këta ne dim, janë pa ata evropianë që e coptuan Shqipërinë në 1913. Janë pasardhësit e tyre, është pa ju politik, është gjithçka në funksion të planeve që kanë bërë ata në 1913. Ndaj ne kërkojmë ndihmën e Amerikës. Ndaj ne shpresojmë që Amerika të vërdorë Shqipëri. Ndërkohë, një personazh tjetër i rëndësishëm i politikës është edhe Ilir Meta, ndaj të cilit pasi u ngritën 3 akuzat zyrtare ndaj tij dhe u mor zyrtarisht i pandehur, SPAK ka zgjatur me 6 muaj hetimet ndaj Ilir Metës. Çfarë po ndodh konkretisht mes Ilir Metës, SPAK-ut dhe politikës? Pse SPAK-u nuk po vepron konkretisht kundrejt figurës së Ilir Metës, por zgjat hetimet dhe duke ngritur shumë pikë pyetje. SPAK-u zotëri është në shërbim total 100% të nomenklaturës kriminale që po qeveris Shqipërinë politike. SPAK-u ju shërben tërësisht atyre 100% dhe të dalë zoti Dumani dhe të më thotë që nuk është kështu. Ose të na jap llogari pse nuk bën arrestimet, ose të na jap llogari pse nuk e akuzon Sali Berishën për ato që duhet akuzuar, sepse është boshatisur Shqipëria, janë shkatëruar 500 e ca uzina dhe fabrika. Kush i shkatëroi? Ata që shkatëruan janë këtu, që nga 92 deri më sot. SPAK-u për këtë u ngrit, ne këtë mendonim. Pra, na kanë hedhur i syve. Zotëri amerikan, me SPAK-u na keni hedhur i syve. Ne nuk ju besojmë më për SPAK-un. Ne keni ndonjë mundësi tjetër të vini dorë dhe të bëni drejtësi në Shqipëri, të vendoset drejtësia dhe ligji, mirë bëjeni. Në mos po dilni thuajeni hapur se e kemi kuptuar, por nuk po na e thoni. Do ishte mirë të na e thoshit troç. Nuk na bindet Edi Rama, s'kemi që bëjmë dhe kaq.